Shqipëri skandali dhe super skandali zën njëri tjetrin. Në mënyrë të papritur, antikushtetuese, absolutisht antikushtetuese, Edi Rama merr nga fondi rezervi i qeverisë, krijimi i cilit bazohet në nene të qarta të Kushtetutës së Shqipërisë. Dhe ky fond që është besuar atij për ta përdorur për emergjenca, urgjenca dhe raste tepër të veçanta. Këtë fond Edi Rama e ndan me Kanye West, një këngëtar i mirënjohur, vetëm për lobingje të tij. Ky është një krim antikushtetues. Në asnjë rrethant dhe në asnjë rast, një koncerti privat nuk mund të jipeshin parat e emergjencave të një vendi apo parat e rezervës së Këshillit Ministrave. Këtë e bën vetëm ai që nuk pyet për kushtetut. Vetëm ai që nuk ka asnjë interes të shtetit ligjor apo interes kombëtar.